këtu kemi persona që luftuan për lirinë e tyre. Pra, ligjet, procedurat e shoqërive moderne duhet të kuptojnë edhe nevojat e personave që luftojnë për lirinë e tyre dhe për dinjitetin e tyre. Kështu filloi revolucioni në Shtetet e Bashkuara, prandaj kam përmendur kaq shumë herë dhe ata patriot amerikan në 1775-74, po ashtu konsideruan terrorist pikërisht në britanikët, siç ndodhi me amerikanët, por Amerika u kthye një shtet madhështor. Pra, duhet të kemi parasysh të shkuarën, historinë, duhet të shikoni çfarë po ndodh në Ukrainë, mbasi do ketë procese për Ukrainën të ngjashme. Po është rëndësishme të kuptoni rrethanat dhe kush mban përgjegjësi penale, dhe se ka aspekte më të larta strategjike që ndonjëherë kanë e përsi, edhe që shkojnë përtej mundësive të një individi të vetëm. Faleminderit që më dhat mundësinë ta shpjegoja. Ky është mendimi im. E kam ndjekur këtë gjykim dhe i qëndroj bindjes së mëparshme që Hashim Thaçi nuk është përgjegjës për atë çka ka ndodhur në Kosovë. Ai nuk mban përgjegjësi për aktet individuale të dhunës së hakmarrjes.